Po e përcjellje vazhdimisht. Edhe në pëlqen emisioni 05, janë ndër emisionet më të mira që ka shikoj. Përshëndetje. Përshëndetje. I nderuam si jemi. Mirë, ju si jeni, si kaloni? Mirë, faleminderit. Jemi pra emision 05. Jam shesh për me i dhuru 50 euro për qytetarët Frizajas në rast se e kalon një sfidë. Mirë po. Sa ishim prapa kamerave, duke mos zgjiruar në pauzë, erdhën përshëndetje edhe tregove që përcjell emisioni 05. Po e përcjellje vazhdimisht. Edhe në pëlqen emisioni 05, janë ndër emisionet më të mira që ka shikoj. Faleminderit shumë, për neve është vërtet kënaqësi që na shikoni edhe na vlerësoni. Kështu që për këtë arsye, emisioni 05 nuk të mundon edhe t'i dhurojmë 50 euro nga dyqani Leila Shop në Kaçanik, ku mundesh nga sot kur do ti me shku me tërheq shpërblimin. Aty ke produkte bio. Kur do kuponin? Faleminderit, mirë njës jam da juve, edhe kam kënaqësinë që ju takova, inshallah shihemi përsëri. Inshallah kënaqësia jona më e madhe. Mirë, inshallah jeton rinia, edhe këtë popull shqiptar, inshallah bon një armes, se kjo botë është e kalumja, e tashmja, e armja dhe kalumja. Do me thonë, është botë e rinis, rinia është e para në Evropë që me popullat ma të re, në Kosovë, edhe ma e lumë të rështë Kosovë. Ashtu. Dhe unë prej nga jene? E Kaçanikut vjetër. Rasim Berisha, Kaçanikut vjetër, po ndryshe komunë Kaçanikit. Po, kështu që e ke ofër Kaçanikun edhe Po, nuk jam konë asnjëherë, po e gjej. Se kon Kaçanik asnjëherë? Ja, atje shqiturën e gjej. Po, në rregull, patjetër është brenda dyqanit të Elkosit. Edhe kam qef një kafe në tjetër ditë kur takomi, me pi, bashkë. Patjetër, me kënaqësinë më të madhe. Nderuam, faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu edhe ju.